Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të qëndruar akoma në ferm. Ju e dini shumë bukur që personazhi që në fakt ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme, që ka thyer klikime portalesh, që është shkruar për të, është folur për të, po mban emisione drejtuar kundër drejt saj, është Mimoza Ahmeti. Mimoza që në natën e parë kur hyri në ferm, me qëtësinë e saj, me modestinë e saj, me njeriun që Mimoza tregoi, me zërin e popullit, u bë personazhi më me influencë në shoqërinë shqiptare dhe u bë personazhi që u shndrua në një fenomen dhe që po ndiqet nga të mëdhej dhe të vegjël. Do me thënë, tema që trajton Mimoza, që janë tema shumë aktuale të kohës ku ne jetojmë, historinë që Mimoza tregon nga jeta e saj, vështirësitë që Mimoza tregon nga jeta që ka kaluar dhe po kalon një artist, është fotografia e artistëve shqiptar, ka ngritur pikpyetje të mëdha dhe ka ngritur debate në përjete sociale. Por brënda shtëpis, brënda fermës, Mimoza ka treguar dhe historinë për dy vajzat e saj. Do me thënë, ajo ka treguar që ka një dashuri të jashtëzakonshme për vajzat e saj, i do shumë, i respekton, i ka pika të dobta. Dhe normalisht publiku ka ngritur kureshtje për të ditur se kush janë fëmijët e Mimozës, pasi që asnjë fotografi nuk ekziston nëpër Instagram ku Mimoza ka ndarë një moment me vajzat e saj, ku Mimoza është kënaqur me vajzat e saj. Teksa Mimoza është brënda shtëpis, ajo ka marrë një mbështetje me një parashut nga vajzat të cilat i dhuruan atë dashurinë e madhe që një nën në fakt kërkon ta merr. Por pikpyetja ka qenë se pse vajzat e Mimozës nuk shfaqen në asnjë prime, nuk kanë dalë në asnjë intervistë, nuk kanë folur për nënën e tyre. Do të thënë, kush janë ato, pse janë kaq mister? Ne jemi munduar që ta sigurojmë fotografinë e njërës nga vajzat e Mimozës. Do me thënë, ju e shikoni tani, duke që është një personazh shumë intelektual, do me thënë ajo që Mimoza, me sa unë arrit ta kuptoj sepse njeriu lexohet në fytyrë, me atë gjë që Mimoza në fakt ka ushtruar tek fëmijët e saj, është shkolla, është zgjuarësia, është intelekti, është njerëzilliku, dhe mendoj që vajzat nga Mimoza kanë trashëguar të qenurit njeri në fund të ditës, pa marrë parasysh se çfarë mund të arrish të bësh, në fund të ditës është e bukur të qenurit njeri. Dhe kjo gjëja ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme. Unë uroj me zemër që vajzat e Mimozës të bëhen pjesë e kësaj ferme për të parë raportin dhe marrëdhënien e tyre me nënën e tyre. Besoj që janë të lumtura që nëna e tyre ka arritur deri në këtë stad, por nga informacionet që kam unë, do me thënë, intelekti në familjen e Mimozës është njësoj si tek vajzat edhe tek ajo. Unë jam i lumtur që ferma këtë vit, do me thënë, po promovon zgjuarësi dhe nuk po promovon gjëra boshe.